Besimtari, pse quhet besimtar? Ai beson në caktimin e Zotit dhe mirësitë janë prej caktimit të Zotit. Ai beson në urtësinë e Zotit. Zoti është i urtë në caktimin e tij. Askush si ka bërë hile. Po mbi gjitha, besimtari beson në mëshirën e Zotit. Zoti mua përdesa më ka dhënë besimin, pra më ka besuar dhe i kam besuar, atëherë të gjitha këto janë dytësore dhe tretësore. Të gjitha të tjerat. Për mua parësore është kjo. Zoti thotë, robi im, unë ty të kam besuar dhe të kam bërë për atyre që më besojnë tek unë. A ke frikë, a ke siklet se mos të bëj unë ty hile, mos le ty pa gjë. Përkundrazi, do të jap të mira në këtë botë, me urtësinë time dhe me caktimin tim, por do të jap të mira shumë më të mëdha edhe në botën tjetër. Mendoj që nëse e vlerësojmë këtë besim, ne do të ndihemi shumë më të pasur në shpirt dhe në zemër. Marrëdhëniet tona me Zotin do të jenë shumë të fuqishme. Pse ne fjalën elhamdulillah nuk e kemi vetëm raste falënderimi për mirë, por edhe kemi rast durimi. Themi elhamdulillah, më sprovoi Zoti, por inshallah Zoti më kompenson në formë tjetër. E themi në vdekje, themi kur humb diçka, nga pasuria jon, nga pushteti, sepse është Zoti që cakton. Ai ta zbret mirën. E mira është sprov. Edhe ajo është sprov, biles është sprov më e madhe se sa e vështira. Privimi, por edhe privimi është sprov. I ka zbrit Zoti me urtësinë e tij, i ka zbrit Zoti me caktimin e tij. Besimtari në gjitha situatat elhamdulillah. Unë falenderoj Zotin, ai din se çfarë bën dhe unë nuk e humb besimin tim, nuk e humb atë marrëdhënien time të sinqertë me Zotin e gjithësisë. Koha në të cilën ne jetojmë sot është pikërisht, unë mendoj që parët besimtarët duhet të tregojnë që janë falënderues ndaj Zotit. Që edhe njerëzit tjerë të shikojnë që çfarë kanë këta njerëz që janë kaq të pasur shpirtërisht, kaq të lumtur, ju qesh fytyra, nuk mërziten. Kur ne të vrendim fytyrat tona, kur ne të fillojmë të jetojmë aty me dyshime në zemrat tona, kur ne të vrapojmë për këtë dynja më shumë se ç'vrapojnë njerëzit e dynjas, atëherë mos prit që këta njerëz të vinë tek besimi.